Byroja Kombëtare e Hetimit ka hedhur poshtë deklaratat e kryeministrit Edi Rama, duke sqaruar se me 20 nëntor të këtij viti, 3 agentët shkuan në kryeministri për të zbatuar pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut dhe dorëzuan armët pas një incident apo përplasje me Gardën e Republikës. Njëri prej hetuesve ka kërkuar sqarim mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Garda e Republikës i ka orientuar që armat të liheshin në dollapët e posaçëm të sigurisë në hyjrit e institucionit, pas verifikimit se ambienti i depozitimit ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera. Hetuesit kanë depozituar armët dhe kanë vijuar normalisht me kryerjen e veprimeve procedurale. Këtij reagimi është përgjigjur kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky ishte një rast i veçuar mes shumë rastesh, që i quajti sëmundje e vjetër e organizmave të drejtësisë së re. Sigurt ishte një rast i veçuar pa diskutim që nuk do të kisha të çekur në kuadër të shëndrimit të sotëm mbi simptomat e lartë përmendura, por fatkeqësisht ky ishte më i ëmbël i episodave që mund ta gjej për trimoshat e BK-s, që shfaqin shpesh boshllëqe shqetësuese, etike e profesionale. Thënë kjo, shumë ëmbëlsisht për këtë pjesë të problematikës së sëmundjeve të vjetra në organizmat e drejtësisë së re. Këtë episod Rama e shikon si një kur reflektimi profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë drejtësinë e re nga ato që ai quan ujërat e pistat të drejtësisë së vjetër.